Të dashur, të respektuar besimtar, vëllezër dhe motra. Sot me lejet e Allahut të lartësuar jemi tek Suretul Mujadele. Sure Mujadele që e ka emrin biseda apo diskutimi apo debati, një sure medinase prej 22 ajeteve. Një sure e cila për faktin se është medinase tregon edhe dimensionin tjetër të islamit tashmë, i cili në jetën e përditshme shoqërore po përpiqet që të vendos rregullat bazë të një jetese me normat dhe edukatën më minimale që duhet të jetë i pajisur njeriu. Kështu kur shikojmë në Medinë urdhëresat e Kuranit famëlart, prej ajeteve që kanë zbritur në Medinë janë të këtij dimensioni, të raportit të robit me Zotin, adhurimet individuale dhe të raportit të njeriut me shoqërinë ku ai jeton, me të gjithë komponentët që ai ka të bëjë në jetën e përditshme, qoftë edhe deri tek familja e ngushtë, edhe me gjërë më pas në shoqëri, tek vëllazëria, tek njerëzit e gjakut, tek komshiu, edhe më larg. Kështu kjo sure është interesante për faktin sepse na fut në një dimension të marrëdhënieve të ngushta familjare. Dhe është shumë e rëndësishme dhe patjetër të flasësh për familjen, të flasësh për raportin burr-grua, është një nga gjërat e nevojshme dhe të domosdoshme sot në shoqërinë ku po jetojmë, sepse e kundërta ofrohet nga moderniteti, e kundërta ofrohet nga kjo shoqëri e sotme, e cila me hapa të mëdha po ndryshon stilin e jetesës, po largohet nga tradicionalja, familja, bashkëshortësia, martesa, të kesh fëmijë, duket si diçka e huaj sot, ndërkohë Islami gjithmonë ka qenë rigoroz i kësaj çështje, që të ruhen vlerat familjare, që njeriu të formësojë familjen e tij, të martohet, të ketë fëmijë, të jetojë një jetë, sepse ndryshe Islami do ta quante këtë një xhenet të vogël në jetën e kësaj bote. Dhe pa diskutim, një njeri, një burrë dhe një grua, që kanë arritur me vetëdijen e plotë të tyre, me bindje të madhe, pavarësisht sfidave të kohës, pavarësisht provave të mëdha që po sprovohemi dita ditës, dhe ai vendos që të formoj familjen e tij, të martohet, të mbështetet Zotit, të fitojë në rrugë halal, patjetër që ky ka bërë një nga gjërat më të dashura që Allahu don. Dhe sidomos kur këto gjëra bëhen në kohë të vështira, kur është e pamundur bërja e këtyre gjërave, atëherë kjo më tepër do të marrë vlerë tek Allahu subhanahu wa taala. Kështu, ajeti i parë i kësaj sureje përmendet edhe emri i kësaj sureje Mujadele, ku tregon Allahu i lartësuar në këtë formë: "Kad semi Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah, wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allaha samiun basir." Një grua vjen tek profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Havle bint Salebe, e cila shkon dhe ankohet tek profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam për bashkëshortin e saj. Sepse bashkëshorti i saj, Efs bin Samit, i thot bashkëshortës së tij, Havles: "Ti për mua je bërë si shpina e nënës time." Kjo fjalina atë kohë, në traditën arabe, je bërë si shpina e nënës time, do të thonte që nuk të shikoj më si gruan time. Pra ti për mua je e divorcuar. Ti tashmë je e ndarë për mua. Mirëpo, kjo sahabe e nderuar, sahabeshe e nderuar, e donte familjen shumë. I kishte dhënë shumë fëmijë bashkëshortit të saj. Dhe nuk donte të ndahej, e donte burrin e saj. Dhe arsyeja që burri donte të ndante nuk është se kishte ndonjë arsye madhore, sepse në Kur'an divorci është një nga halallet që Allahu e urren. Edhe pse urren, e ka lejuar, sepse me të vërtetë qoftë burri, qoftë gruaja mund të sprovohet nga bashkëshorti i saj apo i tij. Kështu
mundet që të jetë në ca raste, kanë thënë dietarët, është farsë ndarja, divorci, sepse ndryshe do të shkatronte jetën, do të shkatronte besimin. Në disa raste pastaj është e kundërta, është haram apo është mekruh e papëlqyeshme nëse s'ka arsyet thelbësore që njeriu të shkojë drejt atij hapi. Dhe pikërisht kjo ngjarje ishte e ngjashme sepse ai nuk kishte arsye logjike për ta ndarë për shortën e tij, por vetëm për shkak të moshës. Dhe ka disa raste me profetin alayhis salam të kësaj natyre, që dua të ndahem nga gruaja sepse është e vjetër, sepse ajo tashmë nuk është më e bukur në paraqitje. Por këto nuk janë arsye që njeriu të marrë këto vendime. Dhe pikërisht kjo sahabe e nderuar shkon tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam sepse nuk mund të kjo më pas që ta vazhdonte martesën, sepse tradicionalisht kjo fjali pranohej si divorc. Dhe në moment që ti je divorcuar, atëre ishte edhe frika e Allahut se nëse unë bashkohem përsëri me burrin tim, sikur nuk ka ndodhur gjë, a është kjo më pas ligjërisht tek Allahu? Dhe shkoi tek profeti alayhis salatu wassalam për t'u ankuar në këtë formë. Dhe Allahu thotë se vërtet Allahu e dëgjoi fjalën e asaj e cila bisedoi me ty në lidhje me burrin e vet, që u ankua tek Allahu, prandaj Allahu e dëgjon bisedën tuaj, Allahu është dëgjues dhe vështrues i çdo gjëje. Pse përmendet u ankua tek Allahu? Sepse kjo të dashur besimtar kur ja paraqiti profetit sallallahu alaihi wasallam këtë shqetësim, profeti nuk kishte shpallje deri në ato momente dhe nuk i dha përgjigje. Dhe ligjërisht mbeti në fuqi divorci. Por kjo gruaja aq shumë e donte familjen e saj që është për t'u vlerësuar shumë, dhe Allahu e di me urtësinë e vet, po vetëm nga dëshira e madhe e një gruaje që mos të përçajë familjen e saj për arsye shumë banale, ndoshta Allahu solli këtë lehtësim për mbar njerëzimin. Dhe kjo gruaja, mbasi nuk mori përgjigje nga profeti alayhi salatu wassalam, bën dua Allahut dhe ankohet tek Allahu në këtë formë: O Allah, jam e vetmuar, kjo ndarje do të më shkaktoj shumë dhimbje. Kam fëmijë të vegjël, nëse i le baba i tyre, do të shkatrohen. Nëse i marr me vete, do të mbeten të uritur. Subhanallah, një fjali dhe një dua shumë prekse dhe shumë reale, sepse me të vërtet divorci nuk është se ndahet burri me gruan dhe mbaroi këtu çështja, ndoshta në fillimet e martesës, por në momentin që në këtë martesë ka ardhur një fëmijë, nuk është më çështja vetëm në këtë dimension, po shkatrohen jetë, shkatrohet e ardhmja e fëmijëve, fëmijët mbesin rrugëve. Dhe shiko sa bukur, nëse do të ngelin fëmijët pa baba, do të shkatrohen, sepse babai e mbron familjen, e mbron fëmijën. E nëse do t'i marrun me vete, ata do të mbesin urije për këtë shkak. E nëse do të mbesin pa nën, kush do të kujdeset për fëmijët e vegjël? Kush do t'i ushqej? Kush do t'i laj? Kush do t'i pastroj? Kush do t'i vesh mbath? Dhe kjo ankesë u dëgjua nga Rabbul Alemini, Allahu subhanahu wa taala, ku më pas duaja vazhdoi: po ta paraqes gjendjen time, më shpëton nga kjo vështirësi dhe dërgoj një shpallje përmes të dërguarit tënd. Dhe pas një kohë relativisht të shkurtër, do të shpallet surja Mujadele. Dhe më poshtë do tregohen dhe shkaqet që ky burr mund të kthehet nga fjala e tij, por duhet të bëj dëmshpërblim. Sipas asaj kohe, ose do të lironte një skllav, ose do të agjironte 2 muaj rresht, ose do të ushqente, ose do të ushqente 60 të varfër, sipas mundësisë ekonomike dhe fizike. Nëse kishte mundësi me paguar një skllav për t'i dhënë lirin, do bënte këtë. Nëse se kishte mundësinë ekonomike, duhet të agjironte 60 ditë. Nëse s'kishte mundësi fizike, duhet të agjironte 60 ditë, dhe nëse nuk e bënte këtë gjë, më pas do të kalonte tek ushqimi i të varfërve. Por Allahu dha zgjidhje, dhe dha zgjidhje që mos të shkatrohet familja. Por këtu ka 2 mësime thelbësore që dua të ndalem, të dashur besimtar. Pikë së pari, kur kjo gruaja vjen tek profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, futet në dhomën e profetit. Profeti ka pasur një dhomë shumë të vogël. Ndoshta 2x2, ndoshta 2x4, 2x3, diçka me të vërtetë relativisht e vogël. Duhet ta keni parë edhe siç tregohet nëpër foto sot dhoma e profetit alayhis salam. Dhe Aisha radhiyallahu anha, bashortja e profetit alayhis salam, ishte prezente në dhomë.
Në këtë moment kur kjo gruaja vjen dhe diskuton me profetin alayhis salam. Dhe siç duket nga transmetimi, kësaj vjen zor dhe don që ta diskutoj privatisht me profetin këtë çështje, dhe si më thon, shkojnë tek cepi i dhomës dhe Aisha mbetet në cep tjetër të dhomës, por shumë afër. Dhe thot Aisha radhiyallahu anha, ca fjalë dëgjoja nga diskutimi, ndërsa ca fjalë nuk i kisha të qarta, nuk e dëgjoja mirë. Dhe kur u shpall ky ajet i parë i surës Mujadele, Kad semi Allahu qaula lati tujadiluka fi zawjiha, Allahu e dëgjoi zërin e asaj gruaje që bëri debat me ty, diskutoi për ty në lidhje me burrin e saj, thash subhanallahu, thot Aisha radhiyallahu anha. Unë isha aty dhe nuk e dëgjova, ndërkohë Allahu subhanahu wa taala, që është sunduesi i gjithësisë, që është alal arshi stawa, sundues mbi arshin madhështor, mbi 7 katë qej i lartësuar, dëgjoj diskutimin që unë nuk munda ta dëgjoja edhe pse isha shumë afër. Dhe aty u binda se Allahu xhaleshanu dëgjon dhe shikon gjithçka. Ndërkohë po në këtë sure, në ajetin e 7, Allahu përsëri na tërheq në bindjen e madhe që duhet ketë besimtari në shikimin dhe dëgjimin absolut të Allahut lartësuar. Ku thot, "Alam tara anna Allaha ya'lamu ma fi s-samawati wa ma fi al-ard." A nuk e din që Allahu di gjithçka, çfarë ka në qej dhe çfarë ka në tokë. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabiuhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'hum aina ma kuntum. Dhe nuk ka një grup njerëzish që janë 3 veta që diskutojnë fshehurazi dhe Allahu mos jetë i 4-ti në atë bisedë. E nuk ka një grup që janë 5 veta, 6 veta dhe Allahu mos jetë i 6-ti apo i 7-ti. E nuk ka grupe më të mëdhej apo më të vegjël që diskutojnë me njëri tjetrin në privatësi dhe Allahu mos jetë prezent aty me dëgjimin dhe shikimin e tij, duke dëgjuar se çfarë bën. Dhe kjo automatikisht na jep një rënqethje në zemrat tona si besimtar, që Allahu shikon dhe dëgjon gjithçka dhe nga ai asgjë nuk mund të mbahet e fshetë. Çdo gjë që njeriu vepron, çdo të mirë që bën, çdo të keqe që bën, qoftë në errësirën e natës, qoftë kur gjithë njerëzimi tje duke fjetur, qoftë edhe kur nuk ka dritë hënë dhe yjesh jashtë në total të plotë errësirës dhe ti të bësh një veprim, dije që Allahu të shikon dhe Allahu të dëgjon çfarë do të flasë dhe çfarë do të veprosh. Dhe kjo patjetër na bën neve që të jemi të kujdesur me veprat tona, me fjalët tona, me çdo gjë që bëjmë, sepse mund t'i shmangemi shikimit të njerëzve, mund t'i shmangemi dëgjimit të njerëzve, por kurse si shikimit dhe dëgjimit të Allahut subhanahu wa taala. Dhe mësimi i dytë të dashur besimtar është ftesa e Islamit në kujdesin që duhet të kemi ndaj martesës. Martesa, sipas Islamit, nuk është lojë të dashur besimtar, nuk është eksperiment. Ta provojmë një herë, po eci mirë, po se eci, shohim e bëjmë. Sepse kjo lloj filozofie nuk është për Islamit. Islami e ka orientuar të riun. O ju të ri, thot profeti alayhis salam, nëse keni mundësinë ekonomike minimale që të mbani veten dhe bashkëshorten tuaj, martohuni, nxitoni në këtë punë të hajrit, sepse në martesë ka mrekulli. Martesa mund bëhet shkak që të hapet risku. Por sot ne shohim të kundërtën. I riu nuk martohet sepse ka frikë ekonominë. I riu nuk martohet sepse ka frikë të ardhmen. Futet në botën e fshehtë që nuk na takon ne si njerëz të futemi në këtë botë të fshehtë. Profeti alayhis salam për martesën do të flasë në superlacione shumë të mëdhaja dhe nuk do ta thotë si një begati dhe një mirësi e kësaj bote, por do ta lidhi ngushtë dhe me botën tjetër. Ju jeni gjysmë në besim, tha profeti alayhis salam, derisa të martoheni. Bashkëshorti për ju dhe bashkëshortja për ju është plotësimi i gjysmës së besimit. Dhe njeriu kur e lidh martesën dhe udh hapin për të formësuar familjen e tij në këtë formë, duhet kuptoj seriozitetin që vjen më pas, duke qenë musliman i ndërgjegjshëm për hapat që ai po hedh. Dhe kështu shohim që në Islam, në Kur'anin famëlar, nuk mund të jetë shkak që njeriu të ndahet dhe ta bëj divorcin dhe martesën lojë të jetës së tij. Jo, martesa është diçka serioze. Dhe Allahu thot në Kur'an,
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Nga argumentet e ekzistencës së Zotit, Allahu përmend edhe martesën, ku thot se ka krijuar për ju bashkëshort, që të gjeni qetësi, paqe, prehje tek njëri tjetri, dhe midis jush krijoi dashurinë dhe mëshirën. Dhe kjo është një fjali shumë e rëndësishme, sepse ti mund të udhësh hapin e parë duke e dashur për shkak të moshës, për shkak të bukurisë, sepse profeti alayhis salam tha që kur njeriu martohet, tek bashkëshorti martohet për 4 gjëra apo bashkëshortja, ose do të shikoj që është i pasur, ka pasuri, dhe kjo është shkak që dikush ta duash ta kesh bashkëshort apo bashkëshorte, ose sepse vjen nga një familje me vlera, me rëndësi në shoqëri, ose pse është e bukur apo është fetare. Ndërkohë ju, tha profeti alayhis salam, zgjidhni atë që është fetare, që t'ju zbardhet fytyra në këtë botë dhe në botën tjetër. Sepse në fakt të jesh besimtar është risku më i madh, është furnizimi më i madh, është bereqeti më i madh që mund të jepet një njeriu në jetën e kësaj bote. Çdo gjë tjetër është kalimtare. Besimi, Islami është ajo çfarë mbet për njeriu si pasuria më e palëkundur. Dhe unë pëlqen ta them shpesh, duke eduku veten dhe juve që po ju drejtohem. Nëse ju vjen dikush dhe thot merri këto miliona euro, mos e fal namazin e drekës me vetëdije. Kush musliman do ta shiste namazin e tij për miliona lek? Ndërkohë nga ana tjetër ka njerëz që për miliona lek çfarë nuk bëjnë. Shkatrojnë jetët e tyre, shkatrojnë ahiretin e tyre për të mira materiale, por nuk është ky dimensioni i muslimanit. Sepse jetën muslimani duhet ta lidhi ngushtë me praktikën e jetës së përditshme që do të jetë për të shpëtim apo shkatrim në botën e përtejme. Kështu që në këtë rast, profeti alayhis salatu selam, dhe kur erdhi sahabiu që i tha dua ta ndaj bashkëshortes se nuk e dua më, tha. Po pse, i tha profeti alayhis salam, mirë që nuk e do, se mund të ndodh. Por nuk ke mëshirë në zemër për bashkëshortën tënde, që ajo me ty kaloi kaq vite, që ajo ty të dha fëmijë, që me të kalove hallë dhe probleme. Tashmë pse u plak, e pse u rruth lëkura, e pse nuk është më e pashme fizikisht, duhet ta ndash ti atë bashkëshorte? Po haku i njeriut ku mbeti, po haku i viteve të dashurisë ku mbeti, po haku i sakrificave të kalimit të jetës së sprovave së bashku ku mbeti. Prandaj as mëshirë nuk ke në zemër, imagjino të pyesi profeti alayhis salam, as mëshirë nuk ke në zemër, është vështirë sepse njeriu po i iku mëshira nga zemra dhe nuk mëshiron të tjerët, kanë thënë se kush nuk mëshiron, mos pritet të mëshirohet, ama kush mëshiron, le ta presi mëshirën prej Allahu xheleshanu. Dhe ka një ajet në Kur'anin famëlart ku thot et-talaqu marratan. Divorci që ti thuash bashkëshortes të kam ndar, bëhet vetëm 2 herë. Apo bëhet 3 herë, po nëse bëhet 3 herë më pas kalon në ligje të ndryshme tek legjislacioni i Allahut subhanahu wa taala. Sepse njeriu mund ta ndajë bashkëshortën për herën e parë, do të presi kohën e divorcit që e ka përcaktuar Kur'ani, që është për afërsisht 4 muaj, dhe më pas nëse pendohet mund martohet prapë. Nëse e ndan herën e dytë më pas, nëse do të martohet përsëri dhe nëse bëhet pishman, gruaja duhet të jetë martuar me një tjetër dhe pastaj divorcohet nga tjetri që të vi ty ligjërisht. Pra prishet totalisht ekuilibri i familjes. Prandaj në Islam është parë shumë e urryer dhe në sytë e Zotit është diçka shumë e keqe, që qoftë edhe me shaka, qoftë edhe në tallje e sipër, të thuash ndaj bashkëshortes tënde, nuk të dua më të kam ndar. Ti mund të thuash me shaka 2 herë, por në sytë e Zotit ajo është reale. Dhe ti je divorcuar në sytë e Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo është shumë rrezik. Po pse është bërë e urryer kjo? Sepse të dashur besimtar, duhet të futemi në natyrën e femrës në këtë rast. Që do të thotë si do të ndjejë një grua, një femër, një vajzë kur ti thuash që nuk të dua më, që ta zhvlerësoj atë, ajo të ndjejë e zhvlerësuar, që nuk duhet më nga personi më i shtrenjtë i jetës së saj, që është bashkëshorti. Për të do të ishte shkatrim.
i kësaj jete. Ndërkohë Aliu radiallahu anhu do të thoshte më mirë do të ishte që ne të shkatronim Kaben se sa të thynim një zemër njeriu. Dhe në këtë rast është pikërisht ky hesab, kjo llogari. Dhe pikërisht Islami që kursesi martesa mos të shkoj në këto debate, që mos të shkoj në këto dimensione, se po shkoj deri këtu më pas erët avon do të vi drejt fundit, na ka paralajmëruar që të jemi të kujdesshëm që edhe me shaka mos bëjmë shaka të kësaj natyre, sepse tek Zoti janë të mëdha dhe thyen zemra njerëzish. Dhe kjo i ngjan asajt hadithit që tha profeti alayhis salatu wassalam, një burr i cili arrin deri në atë pikë sa ta godas bashkëshortën e tij gjatë ditës dhe në darkë më pas të dojë që të kaloj natën me të, ky është burracak. Ky është burr, jo burr. Sepse një burr nuk e bën diçka të tillë. Një burr nuk mund të luajë me ndjenjat e bashkëshortës së tij. Bashkëshortja është amanet i madh. Profeti alayhis salatu wassalam në hutbën e lamtumirës kur kishte me qindra dhe mijëra gjëra për të dhënë amanetet e fundit të tij, tha amanet bashkëshortet, amanet gratë, amanet vajzat, amanet nënat. Dhe pikërisht pra bashkëshortja jon është bija e dikujt, është motra e dikujt, është nëna e fëmijëve tanë. Dhe i shikojmë se sa bukur Islami i kuron problemet shoqërore, që pavarësisht sfidave që neve na jep moderniteti, që na e tregon çdo gjë perfekte, që lyen, e stërlyen, e vishën, e bën sikur janë bukrat e dheut dhe ti sprovohesh në shikimin tënd, sprovohesh me atë çfarë shef në rrugë, sprovohesh në atë çfarë shef çdo ditë në xhepin tënd në telefon dhe më pas ajo çfarë ke në shtëpi do të dukej e papëlqyeshme. Edhe do të futej në këtë botë njeriu, burri sidomos, që është shumë i dhënë sidomos mbas epshit, që është një nga sprovat e tij, që edhe profeti sallallahu alaihi wasallam do ta përshkruante, sprova më e madhe e burrave të umetit tim janë pikërisht janë gratë, në kuptimin e epshit. Dhe këtu do të dalloj burri i matur, muslimani i pjekur, burri që me të vërtetë konsiderohet burr në perspektivën islame, që bën durim, që mjaftohet me halallin e tij, që bën durim në këtë sprov botë kalimtare, duke pasur parasysh problemet e mëdha të Zotit në botën tjetër, dhe nuk shkon ta hudh martesën e tij dhe të bie pre e propagandave të jetës së jashtme, jo po bashkëjetesa, jo po të jetojmë sa vite dhe kismet të shohim çfarë do bëjmë. Jo pra, Islami kuron me detaje problematikat e shoqërisë, Islami kuron me detaje problematikat individuale dhe familjare, por kjo varet më pas sa njeriu do mi lën hapësirë Islamit në jetën e vet. A e ndjejmë dhe e pranojmë Islamin kjo gjërat që na vijnë për shtat dhe largohemi kur nuk na vijnë për shtat, apo jemi për atyre që futemi në Islam në tërësinë e tij, dhe ne duhet të futemi në Islam në tërësinë e tij për të quajtur besimtar hak të vërtet tek Allahu subhanahu wa taala, që lut Allahu xhaleshanu të na bëj për besimtarëve të sinqertë, për atyre që e dinë rëndësinë e familjes, për atyre që e kuptojnë që familja, bashkëshortja, fëmijët janë pasuria më e madhe, nuk ka të krahasuar asnjë pasuri jetës së kësaj bote. Sepse tha profeti sallallahu alaihi wasallam, dhe me këtë e mbyllim hutbën e sotme, kush ka një vakt ushqimi në ditë dhe ka një shtëpi ku fut kokën e tij, është njeriu më i pasur në botë. Po le ta shtjellojmë këtë. Po kush ka një vakt ushqimi në ditë, një shtëpi ku fut kokën e tij dhe një bashkëshorte që kujdeset për shtëpinë e tij dhe për të dhe për familjen e tij, a nuk do të ishte më i pasur? Po le ta shtjellojmë më tepër, kush ka një vakt ushqimi në ditë, një shtëpi ku fut kokën e tij, një bashkëshorte dhe fëmijë që e ka begatuar Zoti, a mundet konsiderohet kjo dhe të krahasohet kjo me diçka pasuri materiale të jetës së kësaj bote kalimtare? Kurse si. Prandaj lut Allahun e lartësuar, ata që janë të martuar t'i begatoj Allahu në martesën e tyre, të shtoj dashurinë, mëshirën dhe mirëkuptimin në jetën familjare, t'i japi fëmijë atyre që nuk kanë fëmijë, t'i begatoj me fëmijë ata që kërkojnë fëmijë, beqarët tanë Allahu i martof sa më shpejt, t'i mbrojnë nga haramis dhe t'i orientoj drejt Allahut, dhe lut Allahun e lartësuar që gjithë së bashku siç jemi në këtë xhami, Allahu të na bashkojë në xhenetet e tij të larta, me familjet tona, me bashkëshortet tona, me fëmijët tanë dhe me gjithë të dashurit tanë. Allahumma amin. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum.